e peshkimit. Portet me radhë. 6 milion metër katror balozve në drogës. Investimet. 90% e investimeve zhduken dhe nuk kryhen. Po çfarë do thot kjo? Kjo do thot vendi shkatrohet. Po tjetër, kjo do thot që ato para të përcaktuara për investime, ato nuk krijojnë punësim, nuk prodhojnë vende pune, ato përfundojnë në kontot e qeveritarëve, përftuar në një moment. Edhe do të ashtoni se cili për jush pyetje vetë, ku është djegësi i Tiranës? Asnjë tull nuk ekziston aty. 130 milion euro. Keni dhënë ju për te. 130 milion euro. Kanë paguar qytetarë shqiptar për te. Po pse them, po nuk është vetëm djegësi. Janë kështu të gjitha investimet të cilat janë vjedhë në masën 90-100%.